Ashtu si që paralajmëruam, i ftuar sonte është volejbollisti më i mirë në Kosovë, Adratik Kajtazi, momentalisht lojtari Drenica R. Rukolli. Adratik, mirëmbrëma dhe mirëserët. Mirëmbrëma, Mr. J. Ditë më parë që nuat fituar në parë ndërkombëtare duke eliminuar skuadrën ballimore të Irlandës. Sa ishte e vështirë kjo? Sepse shënuat një fitore shumë të lehtë, 3-0 në sete, ishin ata shumë dobët apo ju ishit shumë të fortë? Po, në fakt, ndeshja e parë, kundër skuadrës së Irlandës së Veriut, nuk ishte edhe aq ndeshje sa duket e fortë, duke marrë parasysh që ne që në start, disa nga lojtarët nuk e kemi ditur, se cila është niveli dhe çfarë potenciali ka skuadra, mirë po, me tim full skuadra e pam edhe nivelin e skuadrës, e pam që nuk do të kemi vështirësi, edhe pse ne ishim përgatitur maksimalisht që të shkojmë për fitore. Në fakt ashtu ndodhi, ne shënuam fitoren të dy ndeshjet. Ndeshjen e parë, ishte një lojë më e bukur, për shkak se motivimi ishte i madh, pastaj në ndeshjen e dytë u vret pak edhe një çim sa do pak e unë, duke ditur që thuaj se e kishim të siguruar edhe plasmonin për rrethin e dytë. Në rrethin e dytë do të luanin me ekipin e Çiprës Poka Karava. E njihni këtë kundërshtar? Po, ndeshja e dytë, raundi i dytë, në fakt, do ndeshemi me këtë skuadër. Skuadra Poka Karavës ka dikun rreth 4-5 vite që luan në Challenge Cup, në kupën e sfiduesit. Ka pasur rezultate? Po, rezultate nuk ka pas, mirë, po si duket këtë vit ata janë një përforcuar pak sa shumë, duke ditur që kanë marrë dikun rreth 5 lojtarë tuaj, ndërsa në njërin nga lojtarët asaj skuadre, një brazilian, kam pas fatin që të luajmë bashkë me një skuadër në Katar, sa kam qenë atje. Edhe një personalisht është një ndër pikat më të forta të vërtetën të skuadrës. Pas ke marrë informata. Po, mirë po ne, e kemi bërë një lloj si analizë, fal shumë shokëve që kemi luajtur bashkë që luajnë për momentin e Çipër, dhe sa duket kemi siguruar disa video incizime të ndeshjeve të fundit, disa statistika, edhe të bëjmë disa video analiza dhe analiza se cilat janë pikat më të forta, ku do të më fokusu, edhe cilat janë pikat e dobta të skuadrës e kështu me radhë. Kur do të luhet takimi? Ndeshja faktikisht është dashur të luajtur me datë 5, mirë po është shtyrë, është për datën 10 të këtij muaji, ndeshja por luhet këtu, ndërsa ndeshja e dytë varësisht se ku vendos ekipi vendas në këtë rast ekipi Poka Karavës, se me çfarë date. Besoj që ndeshja e dytë do të jetë prej datës 17 deri në 19 muajit nëntor, një javë pas ndeshjes së parë. Rikthehemi gara në volejbollin kosovar që ka mund pritet nga Drenica këtë edicion. Do ta mbroni titullin e kampionit? Po duke ditë që keni nisur me humbje, keni humbur nga Lugotini. Po, faktikisht nuk keni nisur me humbje, javën e fundit kemi pësuar një humbje, si ndoshta një mosqasje e duhur e gjithë lojtarëve të skuadrës, duke ditë që ishim duke humbur 2-0, mirë po e kthym lojën në dëmirë tonë 2-2, pastaj seti i fundit përsëri nuk reaguam ashtu siç duhet dhe humbëm ndeshjen. Mirë po mendoj që kampionati është ende i gjatë, është vetëm xhiroja e tretë. Duke ditë që ne jemi të fokusuar edhe në Kupën e Evropës, mendoj që skuadra është e fokusuar paksa më shumë në Kupat e Evropës, duke ditë që kemi shans, besoj që me pozitivitet edhe me angazhim të madh do ta kalojmë me skuadrën e Çiprës. Kampionati është i gjatë, jemi 100% sigurt që do ta mbrojmë edhe titullin e kampionit, duke ditur edhe ambicet edhe cakun të cilin skuadra e ka vendosur. Do të rikthehemi edhe pak prapa, keni poshtër në ndeshjen e Superkupës Prishtina Vëllëni skuadrën tënde, madje edhe babojnë tuaj Xhavet Kajtazin si dhe vëllain tuaj Jonin, të cilët janë pjesë e Prishtina Vëllëni. Si është të luash kundër babait dhe kundër vëllait? Diçka e rrallë në sportin kosovar. Po, faktikisht ndodh, duke ditë që ne jemi dhe familja vëllëse. Po, kemi 3 pjesëtor familje, të cilët 2 mirën me sport aktiv, ndërsa tjetri në pozicionin e trajnerit. Për mu nuk është ndonjë ndjenjë e veçantë, mirë po ndërsa para ndeshjes është një lloj ose pas ndeshjes më thënë një keqardhje. Mirë po unë si lojtar profesionist nuk kam
dyshime sa e përket kur futëm lojë, domethënë gjithçka dihet, edhe nuk ka destabilizim as emocional as. Domethënë unë e kry punën time me sukses, mirë po çka më ka befasu, ka qenë edhe loja e mirë e Jonit vllaut, edhe disa djemve të ri në skuadër, edhe vërtet i përgëzoj, shpresojmë që do të vazhdojmë me një njëjtin ritëm që të arrisim nivelin sa më lart. Keni qenë më herët pjesë e kombëtarës shqiptare, çka po ndodh me kombëtarën? Nuk ekziston fare, nuk ftuani ju, apo çka po ndodh? Faktikisht kombëtarja ekziston, mirë po ka ca vite që, domethënë, faktori kyç ose kryesor për mos pjesëmarrjen në shumicën e kampionateve ka qenë duket se financimi sipas Federatës Shqiptare. Kjo është arsyeja ju pse nuk jeni ftuar, sepse nuk ka pasur gara. Po, domethënë gara nuk ka pas as regjistrime të kombëtarës, as nuk kanë pas pjesëmarrje për shkak që çdo paraqitje e skuadrës duhet parapaguhet me para, duke ditë krizën e cila mbretëron atje. Mirë po, më duket se muajin e kaluar kryetari i federatës është zgjidhur një kryetar i ri i federatës, i cili ka premtuar që domethënë do të fokusohet më shumë në kombëtarën, edhe sipas trajnerit të kombëtarës Yll Tomori ka premtuar që në maj të vitit të ardhshëm, domethënë në të gjitha kompeticionet evropiane, botërore dhe olimpike do të marrin pjesë. Po përfaqësuesja e Kosovës mund të bëjë një ekip të mirë tash, pasi pritet të luajë ndeshje ndërkombëtare. Jeni ju, është Gazmet Husaj, kemi cilësi? Po, për momentin unë dhe Gazmet Husaj jemi me status, domethënë, ose jemi të certifikuar si lojtarë të kombëtarës së Shqipërisë. Keni drejt luani për Kosovën? Për Kosovën kemi drejt të luajmë, mirë po është një çështje e cila duhet zgjidhet spore mes dy federatave, edhe në momentin më duket, nuk jam i sigurt, në momentin që kalon prej kombëtarës në kombëtarën tjetër duhet 3 vite pushim, pastaj për me u fut në kombëtarën e shtetit anë. Nuk jam i sigurt, mirë po qysh më ka njoftu, ashtu është. Mirë po, deri në momentin kombëtara e Kosovës duket se nuk është formu, nuk kanë bërë asnjëri as para përgatitje, as nuk kanë bërë zgjedhje trajnerëve, as një gjë, as nuk i kanë ftuar domethënë lojtarët, kështu që nuk e di se çka do të ndodhë në të ardhmen. Keni luajtur edhe jashtë vendit, momentalisht po luani në Kosovë. Çfarë po ndodh, nuk ka oferta, nuk ka faktikisht pritës në të ardhmen sërish Adriatikun ta shohim në arenën ndërkombëtare. Gjithsesi, oferta nuk mjaftojnë, domethënë nuk është që nuk ka, mirë po problemi është që ndihet domethënë në një mungesa e krizës, sidomos në Evropë, duke ditur që edhe tregu i voleybollit dhe çdo sport është prishur për shkak të krizës, nuk ka siguri. Shumica e lojtarëve në shkruajnë për ekipe, pastaj pas një muaji, 2 muaj kthehen në shtëpi për shkak se nuk kryhet pagesa e kështu me radhë. Mirë po, si pasojë ose si arsye pse nuk luaj për momentin jashtë, janë disa domethënë obligime të cilat unë kam këtu, të cilat shpresoj që në fund të vitit do t'i mbaroj, edhe pastaj prej vitit 2016 përsëri do të vazhdoj me karrierën jashtë. Shpresojmë që shohim sa më shpejt në arenën ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishit sonte me ne. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.